Për 21 vite me radh, në Gostivar u ndezën flakadanët e lirisë, duke shndruar janarin në një altar të kujtesës kombëtare dhe të përkushtimit ndaj atyre që i dhanë më të shenjtën lirisë. Ky manifestim tradicional u kushtohet figurave emblematike, Bardosh Gërvallës, Kadri Zekës, Jusuf Gërvallës, por edhe të gjithë dëshmorëve të kombit. Sipas një vendimi të drejtorisë organizative, flaka në çdo përvjetor do të ndizet në Gostivar, por do të udhtoj çdo vit drejt trevave të ndryshme. Kjo për ta trashëguar atë brez pas brezi, por edhe për të ndriçuar çdo hapësirë me dritën e këtij organizimi. Këtë vit rrugtimin e bën drejt Kumanovës, ku do të kulmoj me manifestimin qendror të flakës së janarit. Kështu bëri të ditur veprimtari dhe drejtori organizativ i këtij manifestimi, Luan Veliu, në Akademinë e Nderit që u mbajt në Gostivar, ku vlerësuan 2 dekada organizim të suksesshëm të flakës që ndriçon veprimtarinë e dëshmorëve. Me kënaqësinë më të madhe në mbledhjen e fundit ne vendosëm që flaka e janarit të hapron dhe të lëviz në qytete ide e kryetarit të lëvizjes dhe kryetarit të shoqatës veteranëve të luftës në përkrahje tonën që çdo herë të ndizet në Gostivar dhe të udhton në çdo qytet shqiptar. Kush meriton të më tepër se sa Kumanova të ketë herën e parë, atje ku flaka solli lirinë. Këtu ne kemi pjesëmarrës nga Kumanova në krye me kryetarin Mirvan Xhemaili, të cilit i urojmë mirësardhje. Faleminderit gjithëve, faleminderit çdo kujt që edhe kaloi shkallën për të hipur në sallat e mbajtjes 20 vite me radh flaka e janarit. Faleminderit. Nga Gostivari, Luan Veliu e përculli flakën drejt Kumanovës, atje ku flaka solli lirin, ndërsa të e pranoi dhe u zotua se do ta ruaj si amanet Mirvan Xhemaili nga Këshilli Iniciativ i flakës në Kumanov. Zotohemi nga këtu që këtë amanet që sot ne pranojmë nga Baca Luan, do ta mbajmë, do ta ruajmë si sytë e ballit, do ta ruajmë me besnikëri të plot, ashtu siç kemi rujt amanete edhe më herët, në bashkëpunimin që familja jone ka pas me Bacën Luan dhe me shumë veprimtarë tjerë nga Gostivari. Edhe njerë, por mos më zgjatur shumë, këtë flak ne do ta ndezim, do ta mbajmë të ndezur dhe jemi të gatshëm që ta përcjellim nëpër zona tjera. Fjalë vrasti mbajtën disa nga mysafirët special, ndërsa mirëseardhje të gjithëve ju uroi drejtori i Qendrës për Kulturë Ismet Islami, i cili siguroi se dyert e institucionit që drejton ai gjithnjë do të jenë të hapura për organizime të kësaj natyre. Qendra për Kulturë ka dëshmuar ndër vite se ka qenë një derë e hapur për çdo lloj evenimenti. Sigurisht që edhe në vitet e ardhshme Qendra për Kulturë në Gostivar do i ketë dyert e hapura për çdo lloj manifestimi. Unë e uroj organizatorin që ndër vite ka organizuar dhe i ka mbajtur këto manifestime. Ju dëshiroj fillimisht shëndet të plot, suksese në të ardhmet dhe në emrin tim përsëri ju them që Qendra për Kulturë do ta ketë derën e hapur edhe për evenimente të tjera të këtij lloji. Në mesin e shumë personaliteteve dhe drejtuesve të institucioneve të ndryshme, këtë organizim me praninë e vetë nderuan edhe kryetari i komunës dhe kryesuesi i Këshillit, Valbon Limani dhe Valdet Xhaferi. Limani, duke e çmuar lart flakën, që siç e cilësoi ai ndriçon rrugtimin ton kombëtar, u zotua si do të jenë gjithnjë krah këtij organizimi. Unë e di që për këtë lloj manifestimi çka do që të them është pak, por më gëzon fakti që flaka e janarit si manifestim është një dritë e cila mban gjallë trungun ton kombëtar shqiptar dhe gjatë gjithë kohës është përballuar me të gjithë sfidat e kohës me të cilat ne kemi ruajtur traditat tona, kulturat tona dhe mbi gjitha
vlerat tona shqiptare. Hoxha Luan, në emrin tim, por edhe në emrin e Këshillit Komunal, edhe në emrin e kryesuesit, Valdetit, zotohemi se Këshilli Komunal dhe komuna gjithmonë do të jetë krah këtij manifestimi, me aq mundësi sa do të kemi, por asnjëherë nuk do t'ju lejmë vetëm në këtë rrugtim kaq të çmuar për kombin tonë. I pranishëm në këtë organizim ishte edhe ikona e lëvizjeve kombëtare, Fazli Veliu, ai i cili mba mendjen e tij ia ka kushtuar vetëm rrugtimit kombëtar të shqiptarëve dhe flakëve të ndezura për liri e pavarësi. Ne, duke filluar në Kërçov, kemi vazhduar këtu. Disa vite atje, disa këtu. Po këtu ban 2 dekada. Në të gjitha këto programe janë prezentuar ato figurat e kombit tonë që kanë rënë në janar, se ti të tillë janë përveç Gjesh Kasriutit Skënderbeut, në vazhdim është Iz Buletini, me veti shtati në Maltëzi, në Pusi, pra në prit i vrarë, kuptohet që fillimisht edhe kanë marrë hakun ata, dhe të tjerë të cilët kanë të bëjnë me historinë tonë që lidhen me janarët. Pjesa më e bukur e këtij organizimi ishin artistët e mirënjohur të luleve të Malësisë, të cilët interpretuan këngët më të bukura që ju kanë hije vetëm dëshmorëve. Manifestimi Flaka e janarit vjen në organizim të Shoqërisë Kulturore Artistike Lulet e Malësisë, lëvizjes dhe SHVLUÇK-s, ndërsa është përkrahur ndër vite nga Ministria e Kulturës, Komuna e Gostivarit dhe Qendra për Kulturë. Nga Këshilli Organizativ theksojnë se vazhdimësia e Flakës së janarit është një betim brezash që bartet dorë më dorë nga një tref në tjetrën, nga një brez në tjetrin për të mos u shuar kurrë.